Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi para iftarit, lutja dhe sëmundja. Kemi shumë të sëmur. Një këshill. Shive Ramazan nuk guxojmë haruat ata që janë sëmur. Do të habitemi pas mirave të Ramazanit, që Allah subhanahu wa taala na ka dhënë, ne si besimtar. Po është mirë që mirët edhe të vizitojmë, por edhe të lutemi për ata që janë sëmur për shërim. A ka mundësi të në telefon e kam një lutje, mund që me gjitë? Së është problem gjë. E përket shërimit. Po dhe shërimit, mundja, shërimi. Që është ema? Po mirë. Kjo lutje është profetike. E ka thonë pejgamberi. Po, pejgamberi ka thotë Allahumma rabbin nas adhhibil ya'sa ishfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadir saqama Allahumma ishfini washfi mardana wa marda al-muslimin waj'al hadha al-marad takfiran lidh-dhunub ورفعا في الدرجات. Mbaroj lutje, ta shqip. Allah, Zoti njerëzve, largoje sëmundjen, shëro ti o Zot, sepse ti je shërues. Do më thonë me sebeb mjeku, mirë po Allah është shërues. Nuk ka shërim përveç shërimit tënd o Zot, shërim që nuk lë pas sëmundje. O Allah, më shëro mua dhe të sëmurët tanë dhe të gjithë muslimanët. Bëje këtë sëmundje falet e mëkateve dhe ngritje në gratë. Amin. Kjo ishte Lutja për sëmundje. lutja që mundi me gjetë këtë temburoja muslimane, mundit me gjetë në për me të rretëve sociale, e shkruan aty një lutje për shërim, ndoshta ta nxjerr këtë lutje. Allahu i shëroft të gjithë besimtarët dhe muslimanët kudo që. Amin.